sot kanë dalë pamjet video të atentatit mafios të ndodhur ditën e djeshme në aeroportin e Rinasit, ku ekzekutua Gilmando Dani dhe ka mbetur i plagosur rënd agenti i AMP-s, i cili ndodhet në gjendje kritike për jetën pasi ka marrë 2 plumba në kokë. Ditën e djeshme unë mundua me ekipin e Euronews Albania dhe me gazetaren dhe kolegen time Sara Hoxha të bënim një rindërtim të skenës së kësaj ngjarje. Sot, siç e thash, pamjet i kemi dhe unë do t'i shfaq tani në këto momente dhe do t'i kërkoj regjis që të më ndjeki pak në shpjegimin tim duke e ndaluar video në momentet ku unë kam nevojë. Okej, video kishte nisur, po nëse regjia ma kthen edhe një herë nga fillimi videon, sepse nuk shpjegova një detaj të rëndësishëm se si nis kjo video. Okej, makina që shikoni me rreth të kuq është makina Toyota, aty ku ndodhen atentatorët. Sipas videos, makina ka qëndruar për disa minuta, qartazi në shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, e pa shqetësuar nga asnjë polic, po ti kishte ndodhur njërit nga ne apo një qytetarit të thjesht hallexhi, pa diskutim policia do t'i kishte shkuar aty, po kjo nuk i ka shqetësuar ata. Ata po presin makinën ku ndodhet Gilmando Dani bashkë me mikun e tij, agentin e AMP-s, që të dalin nga Rinasi pasi kanë zbritur nga një udhtim në Barcelonë. Duket që ata po e presin, ndërkohë regjia jepi play pak videos që të shpjegoj se çfarë ndodh më pas. Makina po në shkelje të rregulave të qarkullimit rrugor, kalon në anën tjetër të rrugës për ta pritur makinën ku udhton Gilmando Dani dhe pozicionohen pra në këtë krah. Makina ku ndodhet Gilmando Dani bashkë me agentin e AMP-s është ky Benzi i bardh këtu, i cili ka qëndruar i parkuar që në datën ndjes vjen tani. Okej, ndjes vjen tani makina, mendova se ishte ajo. Është kjo makina këtu pra me rrethin jeshil, kjo është makina. Ma ndalo pak regjia, makina Benz me targa greke ku ndodhet Gilmando Dani bashkë me mikun e tij, agentin e AMP-s, të dy kanë mbritur nga Barcelona. Makina ka qenë e parkuar në aeroport që në datën 7 nëntor, ditë kur ata kanë udhëtuar drejt Barcelonës, me sa duket atentatorët kanë pasur informacion të sakt se kur do të dilte makina dhe vetëm 2 sekonda përpara se makina të kalonte, ata janë pozicionuar pra në krahun tjetër. Jepi pak play regjia videos. Në këtë moment janë 3 atentatorë që dalin, ndaloj pak makinën, video në regjia, janë 3 atentatorë, të 3 me kallash në dorë që shtin drejt makinës ku ndodhet Gilmando Dani, qartazi makina ku ndodhet Dani bashkë me agentin e AMP-s ka humbur kontrollin e mjetit, me siguri edhe kolegët mund të më ndihmojnë më pas kur ta komentojnë videon. Bencat e fundit zakonisht kanë një vetfrenim, pra frenojnë kur janë në momente rreziku. Makina duket që e ka humbur kontrollin, pra shoferi i makinës e ka humbur kontrollin, sa që futet edhe kundravajtje. Jepi pak play videos regjia dhe ndalon në këtë këndin këtu. Ky është momenti kur makina frenon. Tani njëri nga atentatorët, atentatori i parë po e quaj unë, shkon dhe duket fillimisht që ka një hezitim për të parë se çfarë po ndodh. Si? Besar? Jo, një sekond, para se të themi që është bllokuar arma. Shkon për të verifikuar nëse është ekzekutuar Gilmando Dani, aty shikon që arma ose i është bllokuar Besart, ose ndaloj pak videon regjia, të lutem. Ose i është bllokuar arma, ose ka mbaruar fishekët, sepse Kalashnikov është një armë shumë e fuqishme, aty në vendngjarje janë gjetur 50 gëzhoja, por mendohet që t'jenë gjuajtur edhe më shumë plumba se sa kaq. I vjen në ndihmë një atentator tjetër, pra atentatori i dytë, dhe i jep një kallash tjetër. Jepi pak play regjia. I jep kallashin tjetër, me sa duket edhe kallashi tjetër rezulton i bllokuar dhe ai e hedh në tokë, e lëshon në tokë. I afrohet makinës ku ndodhet Gilmando Dani, hap derën e makinës për të qelluar me pistolet. Më pas vjen dhe atentatori i tretë. Ndjes regjia, ndaloj pak aty ose do ta shfaqim edhe një herë videon, sepse atentatori i parë duket që rrëshket në bar ose aty ku ndodhet busti i Nën Terezës. Pra rrëshket, jepi pak play regjia. Atentatori i dytë qëllon sërish me Kalashnikov, pastaj hypin në makinë për të shkuar në drejtim të zonës së Niklës apo Fushkrujës, itinerar ku do të çonin pastaj makinën për ta djegur. E kthejmë dhe një herë videon se ka dhe 2 detaje të tjera që unë dua t'i tregoj. Pra momenti kur makina është e parkuar, jepi pak play, kalon në anën tjetër të rrugës për të pritur makinën ku ndodhet Gilmando Dani. Sepse këtu janë qytetarët, këtë doja të fokusoja, këtë moment këtu. Këtu ka 3 qytetarë që po ecin, jepi play regjia, nuk ka problem, 3 qytetarë që po ecin,
makina e Gilmando Danit që vjen, tani, pasi kalon edhe taksia e verdh këtu, duket që qytetarët që armët Kalashnikov kanë bërë zhurmë, nuk kanë qenë me silenciator, sigurisht, qytetarët janë të trembur, ulin kokat dhe duken edhe xhamat e thyer nga hoteli ose biznesi këtu pranë. Nuk e di se sa mund t'i shquajmë neve copat e xhamit, po kush e shef nga afër videon e ka shumë të qartë. Pra, një sken e gjitha kjo që të lë pa fjalë. Pra, 3 atentatorë të veshur me maska, me antiplumb, me kallash me vete, 3 kallash dhe 1 pistolet që qëndrojnë të pashqetësuar, presin makinën ku është Gilmando Dani, dalin, del një atentator, i bllokohet arma, i vjen tjetri me një armë tjetër, me një kallash tjetër, e hedh në tokë armën, më pas rëshket, vjen dhe një tjetër, e gjuan me pistolet, e gjitha kjo në mes të ditës, në orën 2 të drekës, aty nuk ka as një makinë policie, as një oficer. Ka dhe një video të dytë, po videon e dytë do t'a shfaq pak më vonë. Ja dhe momenti se si rëshket atentatori i parë tek bari ku ndodhet busti i Nën Terezës. Romir, videon e dytë do t'a transmetoj pak më vonë se ka një detaj tjetër.